إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm për t'i falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, përshëndetjet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin famlart: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Vërtet fe e vetmja e zbritur nga qielli është feja islame. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala Allahu te baraka wa taala, ndërsa fjalët më të mira janë fjalët apo porosit profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë bidatat të risit në fe, çdo bidat të risin njeriu në çon në humbje dhe çdo humbje përfundon në xhehenem. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala që emrat tona, emrat e juaj Allahu t'i mbart në listën e banorëve të xhenetit dhe lut Allahun e madhruar që emrat e juaj dhe tonat t'i shlyej prej listës së banorëve të xhehenemit ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtar. Kaluan 20 ditë shumë shpejt. Na kanë mbetur edhe ca ditë nga ky muaj i madhruar. Allahu subhanahu wa ta'ala tha në Kur'anin famlart: Ayyaman ma'dudat, ditë të caktuara. Lum kush i shfrytëzoi. Kurse njerë kujt i ikën këto ditë dhe këto net. Por të nderuar vëllezër, finalja vetëm se ka fillu. Finalja e këtyne ditëve të fundit Ramazanit vetëm se ka fillu. Vetëm se kemi hyrë në 10 netshin e fundit të Ramazanit, 3 i kaluam. Në kanë mbetur edhe 7 ditë, inshallah taala, ku e lusim Allahun azza wa jall, Allahu të na mundësoj mi shfrytzu ashtu sikur që i ka hije besimtarit dhe besimtarës. Pse thash finalja ka fillu? Sepse të nderuar vëllezër, ky 10 netshi i fundit apo 10 ditëshi i fundit nuk është sikur 20 ditët e para të muajit Ramazan. Sepse në të, ashtu siç e dini, gjindet nata e Kadrit. Nëse lexon disa fleta apo disa faqe nga Kur'ani, konsiderohet Allahu azza wa jall sikur që ke lexuar shumë hatme. Nëse bën ibadet te Allahu subhanahu wa taala në këto net, e adhuron Allahun subhanahu wa taala, përpjekesh që ta nxjerr natën e Kadrit, konsiderohesh sikur që i ka adhuruar Allahun azza wa jall një dekat. Atëherë këto netet e fundit të nderuar vëllezër e kanë vlerën më të madhe se sa netet tjera të Ramazanit. Ashtu siç e potencuam edhe njëherë, po e ritheksoj në të Allahu subhanahu wa ta'ala në këto 10 netëshin e fundit apo 10 ditëshin e fundit e ka zbritur Kur'anin. Inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adraka ma lejletul qadr, lejletul qadri khajru min alfi shahr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar.
ne kemi shembull dhe pasqyre të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin famlart: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Shembull më të mirë e keni të dërguarin e Allahut. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa in tuti'uhu tahtadu." Nëse ju e pasoni e ndiqni rrugën e Rasulullahut do të udhëzoni. Pashybe se praktikimi i veprave apo syneteve të pejgamberit alayhi salatu wasalam në jetën tonë është udhëzim nga ona Allahu te baraka wa taala. Transmetohet se pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur kanë hy 10 ditët e fundit Ramazan, ashtu siç ka ardhur në hadith, transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha e cila thot: "Idha dakhala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir." Ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam kur kanë hy 10 netëshi i fundit, shadda mi'zara, e ka shtrënguar rrypin e tij, do të thot është larguar nga gratë. Wa ahya lejleh, dhe e ka ringjall natën me ibadet. Wa ayqadha ahla, dhe e ka ngritur edhe familjen e vet, edhe shokët e vet, për të përpjekur me nxon natën e Kadrit me ibadet. I tillë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka shfrytzu këto net të ndëruar vëllezër. Kështu që edhe neve të mundohemi, aq sa kemi mundësi, ta japim maksimumin, ta shtojmë dozën e punëve të mira, veçanërisht në këto 10 ditë që na kanë mbetur, ma pak se 10 ditë, duke lexuar Kur'an, duke shtu dozën e leximit Kur'anit, duke dhënë sadaka dhe duke shtu dozën e dhënjes sadakas aty ku duhet për me dhënë, duke vizitu njërin tjetrin, duke kërkuar nga Allahu subhanahu wa taala, duke prezantu në namazin e teravive, në namazin e yacis, në namazin e natës që falet në për xhamia, dhe secili për neve të përvjelim krijet tona dhe mos ta humbim kohën. Mos ta humbim kohën, sepse të ndëruar vëllezër, a kemi me pas ymër dhe jetë me i nxon këto net të mëdha deri në vitin tjetër. Atëherë, Allahu Jalla Jalalu tha: "Inna anzalnahu fi lejletil qadr." Ne e kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Të ndëruar vëllezër, përderisa Allahu Azza wa Jall e ka zbritur Kur'anin në natën e Kadrit, kjo natë për të cilin e nuk e dim cila natë është, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur dhe na ka thënë: "Iltemisuha", kërkoni këtë natë. Iltemisuha, kërkoni këtë natë në netët tek 21, 23, 25, 27, 29. Por muslimani i sinqert duhet ta kërkoj në çdo natë, duke u përpjekur me punë dhe vepra të mira, dua, dhikr, sadaka, ashtu siç përmenden. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Për këtë arsye, kjo natë të ndëruar vëllezër, nata e Kadrit në të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur Kur'anin, është bën natë më e mirë për gjitha netëve të vitit. Dhe ky netëshi i fundit është bën më i mirë se gjitha ditët e vitit, sepse në të Allahu subhanahu wa taala ka zbritur Kur'anin. Dietarët kanë rënë dilemë se cilat janë ditët më të mira të vitit. A janë 10 ditët e Dhulhijhes, të Haxhit, apo janë 10 netët e fundit Ramazan?
kanë ra në ujdi, kanë thonë se 10 ditët më të mira janë ditët e haxhit. Ditët, sepse Allahu Azza wa Jall është betuar në to. Wal fajr wa layalin 'ashr. Pasha sabahun dhe pasha 10 ditët. Ka për qëllim këtu Allahu Azza wa Jall betohet në 10 ditët e haxhit. Kurse 10 netët më të mira të nderuar vëllezër, edhe më të mira se sa 20 ditët e para të Ramazanit janë netët e fundit Ramazan, sepse Allahu Azza wa Jall e ka nderuar këtë ummet, e ka zbritur Kur'anin. Ja ka zbritur Kur'anin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu liron për fillimit të Ramazanit robër të vet nga zjarmi i xhenemit. Por në fund të Ramazanit liron edhe më shumë. Në fund të Ramazanit, në 10 netëshin e fundit, ashtë sa ka liru në fillim të Ramazanit, në 10 netëshin e fundit liron më shumë Allahu subhanahu wa taala robër nga zjarmi i xhenemit. Ashtu siç ka ardhur edhe në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, awwaluha rahma, 10 ditë e para janë të rahmetit, edhe pse kret muji Allahut azza wa jall, muji i Ramazanit është rahmet, 10 ditë e mesme të magfiretit, Allahu fal shumë, edhe pse Allahu azza wa jall në kret mujin e Ramazanit fal, por në 10 netëshin e fundit fal edhe më shumë se sa ka falur në ditët edhe në netët tjera të Ramazanit. Dërsa 10 ditët apo netët e fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha itqun minan nar, Allahu liron shumë njerëz nga zjarmi i xhenemit. Kështu që ne vetë përpjekemi të bëjmë dua dhe lutje, ashtu siç e bëna duan në fillim të hutbes, o Allah, o krijuesi i gjithësisë, përderisa jemi edhe agjërueshëm, nuk ka dyshim se lutjet tona, duat tona nuk kthen zbrasta, agjëruesit nuk ja kthen Allahu azza wa jall duan kot, edhe nuk ja kthen duart e tina zbrasta. Lutim Allahun që emrat tona ti mbart Allahu apo ti shkruaj në listën e banorëve të xhenetit dhe ti shlyje emrat tona për listës së banorëve të xhenemit. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Na kemi zbrit Kur'anin në natën e katërt. Ky Kur'an të nderuar vëllezër xhamatllin, përderisa ka zbritur në këto 10 netët e fundit, në natën e katërt, për të cilën neve nuk e dim se cila natë është. Edhe kjo natë u bë shumë e madhe. U bë sikur që e tham, nata më e mirë se gjitha netët e vitit. Për çka nëse ky Kur'an zbret në zemrën tonë? Për çka ky Kur'an nëse zbret në zemrën tonë? Neve këtë po e kërkojmë. Nëse Kur'ani ka zbritur Muhammedit alayhi salatu wasalam, neve po kërkojmë që dhe ky Kur'an të zbret në zemrat tona, ta zbatojmë fjalën e Allahut azza wa jall. Të punojmë sipas mësimeve të Allahut. Se sikur kishim me punu, apo sikur të kishte me punu ky ummet me Kur'an, ashtu sikur që i ka zbritur Muhammedit alayhi salatu wasalam dhe e ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe ka bërë më të mirë përmesit pejgamberëve për shkak Kur'anit që e ka zbritur dhe ka bërë mugjizet pashtjeshme deri në ditën e Kiametit, çka neve nëse kishim me kuptu Kur'anin, me lexu Kur'anin dhe me praktikua Kur'anin dhe kret jeta jone me qenë me Kur'an. Çfarë ndryshimi kishte me qenë në ummetin Muhammed? Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam para se me ndru jetë, para se me i dal shpirti me ngrit në qiell, i porositi sahabët e vet dhe i drejtu ummetit vet me këto fjalë, ku ju tha kapnu fort për Kur'an dhe për sunet. Uddu aleha bin nawajid, ka thënë kapnu fort me dhëmballet e juaj. Do të thonë punoni me Kur'an dhe me sunet, lën të dillu, kur s'keni me humbur. Atëherë kur ky ummet do e praktis Kur'anin dhe do e praktis sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, do i praktis mësimet e Allahut, do i praktis mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëherë do të humbin. Atëherë do të humbin. Por nëse ky ummet do kapet fort për Kur'an dhe për sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëherë prite ndihmën nga ona Allahut subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne kemi zbrit Kur'anin në natën e kadrit. Të nderuar vëllezër xhamatllin, çka do të thonë nata e kadrit?
çfarë domethënie ka nata e Kadrit? Simbas komentatorëve të tefsirit, Qadr. Qadr, të nderuar vëllezër, i ka 3 kuptime. Qadr i ka 3 kuptime. Kuptimi i parë, fjalës Qadr do të thotë caktim. Allahu cakton. Çfarë cakton Allahu? Edhe pse Allahu subhanahu wa taala ka caktuar çdo gjë për neve, për krijesat dhe çdo send që është në këtë dynja, para se me kriju tokat edhe qiejt. Por në natën e Kadrit caktohen disa caktimet e krijesave deri në Ramazanin tjetër. Caktohen të gjallit. Kush ka me qenë gjallë? Caktohen të vdekurit. Caktohet kush ka me qenë i smur, kush ka me pas shëndet, kush ka me vazhdu rrugën e Allahut dhe kush ka me deviju. Këto caktime caktohen, të nderuar vëllezër, në natën e Kadrit. Të cilat këto caktime, të nderuar vëllezër, zbresin në Lauhul Mahfuz, në qiellin e dynjas, deri tek duart e melaqeve, kur melaqet i marrin ato listat edhe i shikojnë emrat tona. Filoni në listën e të vdekurve. E shikon melaqe gjatë muajit Ramazanit, në këto netët e fundit që ai po qeshet, po tallet, po lun, s'po falet, s'po agjeron, s'po bën kurrë, ndërsa ajo është në listën e banorëve që do të kalon për kësaj dynjajës botën tjetër mbrenda këtij vitit. Këto janë ato caktime. Për këtë arsye, të nderuar vëllezër, duhet me lut Allahun xhalla xhelalu që Allahu të caktoj për neve punë e hajrit, punë e mira dhe pas muajit Ramazan. Të vazhdojmë me ibadete dhe me punë të mira dhe pas muajit Ramazan. Ku lutim Allahun azza wa jalla që Allahu ta shtoj ymrin, të jetojmë, bëjmë punë dhe vepra të mira. Lutim Allahun që Allahu xhalla xhelalu ta zbret mesin ton, vllazëllokun dhe ta pezulloj hidhrimin e tij. Dhe kështu të me radhë. Kjo është kuptimi i parë shkurtimisht, ku thot Allahu subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Ne kemi zbrit Kur'anin në natën e bekuar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, në atë natë zgjidhet çdo sen, caktohen këto caktime. Atëherë lutem Allahun që le të caktohet për ty vetëm mirë inshallah, jo mu caktuar sharr. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë, të nderuar vëllezër, i fjalës Qadr e ka kuptimin tadyiq, ngushtësi. Tadyiq, ngushtësi, ngusht. Pse? Pse ngusht? Pse kjo natë është e ngushtë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë natë zbresin shumë melaçe. Dhe me zotriun e melaçeve zbret Gjibrili alayhis salam. Qa shumë melaçe që zbresin këtë natë, të nderuar vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qa shumë melaçe që zbresin, domethënë, as sa ka guraleca në fytyrë tokës që ka melaçe zbresin. Edhe ngushtohet toka. Qadr, takdir, ngushtim, këtë qëllim, këtë kuptim e merr. Tadyiqul ard, ngushtohet toka prej melaçeve. Edhe prej zotriut melaçeve që i zbret me melaçe Gjibrili deri në mëngjes sabah. Inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adraka ma lejletul qadr. Lejletul qadr khairu min alfi shahr. Tanazzalu al-malaika. Zbresin melaçet. Tanazzalu al-malaika. S'ka thon tetanazzalu. S'ka thon tetanazzalu, se ka ajete tjera kuranore ku thot Allahu azza wa jall, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tetanazzalu. Po këtu ka ardhur tanazzalu. Tetanazzalu e merr kuptimin për
çështjen e melaçës vdekjes që zbret vazhdimisht. Tatanazzalu al-malaika, zbresin melaçet vazhdimisht, zbret melaça vazhdimisht për t'ju marrë shpirtat njerëzve. Kurse këtu në surën El-Qadr ka ardhur tanazzal, vetëm një herë në vit zbresin. Çaq shumë melaçe që zbresin, çaq që edhe toka ngushtohet, të nderuar vëllezër xhamatllin. Edhe këto melaçe i përshëndesin krijesat e Allahut Azza wa Jall deri në mëngjesin e sabahut, deri në el-fajr. Kjo është kuptimi i dytë, ndërsa kuptimi i tretë të nderuar vëllezër i fjalës el-Qadr në këtë sure e merr kuptimin pozit. El-Qadr do thot pozit, njeriu me pozit. Dhu gjah. E nëse ti, edhe unë, edhe ne të gjithë e shfrytëzojmë këtë natë me punë dhe vepra të mira, pa shubese ti ke me pas pozit nesër tek Allahu Jalla shanu wa jalla jalaluhu. Wa ma adraka ma lejletul qadr. Çfarë kuptimi e ka nata e Kadrit? Lejletul qadr khairu min alfi shahr. Nata e Kadrit është më mirë, khair. S'ka thonë lejletul qadr. Lejletul qadr, nata e Kadrit është sa 1 muaj. Ka thonë më e mirë se sa 1 muaj. Më e khairit se sa 1 muaj. E sa është 1 muaj? 84 vite. 84 vite nëse ti edhe unë edhe ne nxem me ibadet. 84 vite. Për marrim një shembull për me kuptu këtë pjesën e ajetit kuranor të nderuar vëllezër, nëse një biznismen po të thot ty edhe mu, me ardh nesër me punue, një ditë, një shef i një punëtorie, një fabrike, një biznismen i madh, po thot hajde nesër me punue, prej orës 8 deri në ora 2. Thot të paguj për 1 vjet. Të paguj për 1 vjet. Billahi aleikum, pasha Allahun, çfarë kishim me bo? A kishim me shku me punua jo? Ti me punua, për me marrë një pagë, du të me punë 1 muaj. Me marrë pagën fund. Ndërsa ky po të thot ty, hajde punon, vetëm 1 ditë, ko me të pagua sa 1 vjet. Po marrë vije me njerë. E kurse Allahu subhanahu wa taala po thot vesh 1 natë ti bën ibadet. Vesh 1 natë. Gjeje këtë natën. Unë ty ko me të dhon shpërblimin, sikur që më ke adhuruar sa 84 vite. Sikur që më ke adhuruar 84 vite. Allahu akbar. Ky është Allahu subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lejletil qadr wa ma adraka ma lejletul qadr. Lejletul qadr khairu min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. ثم استغفر الله يغفر لكم ذنوبكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar. Më lejoni ta parashtoj një pyetje. Së pari pyeti veten, pastaj edhe juve. Pyetja është kështu. Si më ringjall natën e Kadrit? Si të ringjallim këto netët e fundit të Ramazanit? Përgjigja juaj me siguri do të ishte se hoxh me ibadet. Me namazë, nafile, me dhikr, me lexim Kuranit, me namaz natës, me dua dhe kështu me radhë. Unë e them është gabim. Kjo është gabim. Nuk është përgjigje e saktë. Bjen pi provimit. Nata e Kadrit që duhet kërkohet në këto 10 netëshën e fundit, që ka thonë pejgamberi alayhi wasallam, iltemisuha, kërkonin. Përgjigja e saktë është për me ringjall dhe mu të pranu kjo natë sa 1 dekadë ibadet,
sa 100 vjet ibadet, edhe ma shumë sa 100 vjet, e me të shkru Allahu në listën e banorëve të xhenetit, e me ta shly emrin ton për listës e banorëve të xhenemit, e me dhon të mira, me dhon forcë, me dhon iman, është puna e parë që duhet me fillu namazin e yatsis me fal xhami. Dhe teravit me fal me hoxhën. Kjo është puna e parë. Sepse ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e fal namazin e yatsis, se nuk të ndëruar vëllezër, nuk krahasohet farzi me nafile, po ti sa dush fal namaz natë. 100 vjet falu, nëse ti nuk e falish farzin, s'pranohet kurrë. S'ki bë kurrë. Allah i talip farzin nesër. Nafilet janë vetëm çkat ato mungësit t'i plotësojnë. Mangësit t'i plotësojnë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e fal namazin e yatsis me xhamatin në xhami, pastaj thot vazhdon me fal teravit me imamin, derisa imami jep selam, i përfundon namazin e teravive, ai prezanton me imamin deri në fund, jep selam me imamin dhe i përfundon, thot shkon te shtëpia, thot shkruhet te Allahu azza wa jall sikur deri gjysmë natë apo sikur ton natën që ka bë namaz. Sikur ton natën që është fal. Kjo është puna e parë. Të nderuar vëllezër, kjo është puna e parë, se sikur ta kishin ditë njerëzit vlerën e natës kadrit. Sikur ai biznismeni ose ai shefi një fabrike që i tha nëse punoni veç një ditë ju japi sa një vjet rrugën. Po shumica njerëzve nuk ja din vlerën. Nuk ja din vlerën këtyre netëve të fundit, se sikur t'ja kishin ditë, vallahi bila zhagas në xhami kishin me shkue. E për me ringjall, për më të pranu, për me hyn në kupën e finales, për me marrë flamurin e natës së kadrit, namazi i yatsis me hoxhën, teravit me hoxhën, edhe kjo është fillimi. Pastaj e dyta, të nderuar vëllezër. Si ta ringjallim natën e kadrës? Qysh mund na pranu edhe kjo natë që është shumë e madhe, në të cilën Allahu ka zbrit Kur'anin? Agjerimi. 20 ditë kemi adhuru Allahun, edhe pak ditë na kanë met, pa shqybe se shpërblimin kena me marrë. Gjaja e dytë, me siguri prap keni me thonë hoq sadakaja, leximi i Kuranit, nuk ka dyshim se këto janë prej veprave dhe punëve të mira që pranohen, që duhet shtohet doza, duhet praktikohet, duhet veprohet. Gjaja e dytë, pas namazit me hoxhën edhe teravive, me hoxhën deri në fund, deri në selam, është zemra. Pasto zemra. Qëtu? Zemra. O Allah, falem. Apo thunë sejdë. Allahumme innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës e do faljen, më fal mua, dërsa ti në sejdë drejtohesh Allahut me këtë lutje e babën e nonës për respekton. Ti po thu, Allahumme innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës, më fal mua, e don faljen. E ti, gjua jote së është rahat prej shpifjeve, prej rrenave, prej gjërave që Allah së është razi. O Allah, po kërkoj falje, falem natën e kadrit, vllavi me motrën nuk po fol, motra me vllahun s'po fol. Kan kaluar 5 vite, 10 vite, vllavi me vllavin nuk po folin, kurse te dy të kërkojnë falje. Çfarë falje kjo është pastaj? Falja një njëri tjetrit para se më ju fal Allahu subhanahu wa taala. Respekto babën edhe nonën para se më të fal Allahu subhanahu wa taala. Largoju për të këqijave, për shpifjeve, prej gjërave që Allahu nuk i don, për me të falë Allahu subhanahu wa ta'ala. O Allah, ti e falës më falë mua, kurse kije haset, kije xhelozi ndaj muslimanëve, ndaj vëllezërve të tu, ndaj familjarëve tu. Ja, kjo duhet të përmirësohet. Ma i pari këto. E pastaj Allahu për me të pranuar. Elusim Allahun xhelle shanu xhelle xhelalu, Allahumma na fal maqatat gjunat ya rabbel alamin. Elusim Allahun subhanahu wa taala, Allahumma na fal nuksanet, dobësit tona sepse jemi dopt. O Allah forcona, falna neve dhe me neve
fali edhe të tjerët ya rabbel alamin. Lusim Allahun xhelle shanu xhelle xhelaluhu ibadetet tona, lutjet tona të cilat i kemi bërë dhe do i bëjmë edhe ca ditë që na kanë mbet nga ky muaj i madhëruar, Allahu t'i pranoj ya rabbel alamin. Dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që të dalin pastër nga ky muaj Ramazanit me punë dhe vepra të mira ya rabbel alamin. Dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na mundsoj të vazhdojmë me punë me vepra të mira edhe pas muajit të Ramazanit ya rabbel alamin. Gjumoja fundit të ndëruar vëllezër sa i përket këtij muajit madhëruar, po shpresohet javën tjetër, më thonë janë dy gëzime, është gëzimi i Fitr Bajramit, pastaj është edhe gëzimi i faktikisht festa e ditës së Xumo, ku lutim Allahun subhanahu wa taala Allahu të ndihmojë muslimanët anën ban ku kanë probleme dhe të lashë ya rabbel alamin, o Allah ndihmoj të doptit anën ban ku gjenden në botë për muslimanëve, shëroj të smorit tan ya rabbel alamin, shëroj të smorit tan ya rabbel alamin për muslimanëve, martoj të rinjët tan ya rabbel alamin. O Allahin, o Zotin, udhëzoj të rinjët tanë dhe të rejat tonë në dinin tonë, ya rabbel alamin. O Allahin, shtu na dashurin ndaj Teje dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pezullo hidhrimi pi kokave tona, zbritë dashurin, ya Allah, ya rabbel alamin. Futna në xhennetin tonë, me rahmetin tonë dhe mbronën nga zjarri i xhenemit, ya rabbel alamin. O Allah, pranoj këto dua dhe lutje të cilat kemi bërë gjatë muajit Ramazan dhe po i bëjmë, pranoj pi neve lutje të cilat s'kemi ditë mi bë, s'kemi ditë mi nxjerr për gjuhëve tona, edhe ato lutje pi zemrave tona. Pranoj ya rabbel alamin. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salah.